Besimtarët muslimanë në Shtetet Bashkuara kremtuan Kurban Bayramin. Mira besimtarë muslimanë shqiptarë në Amerikë festuan Kurban Bayramin. Në New York, në të botën muslimane, u festua Kurban Bayrami, festa e dytë më e madhe në kalendarin islam. Muslimanët në Shtetet Bashkuara festuan këtë festë, e njohur si festa e sakrificës, në datën 6 qershor. Festimi u përfshiu lutje dhe dhurime bamjesie dhe vakte festive, ndërsa sakrifica e kafshëve, një praktikë e zakonshme në vende të tjera muslimane, është pak e shpesh në SBA për shkak të ligjeve mbi therrjen e kafshëve. Megjithatë, disa muslimanë zgjodhen mënyra identike të udhërojnë për bamjesi që të kryejnë kurbanin, sakrificën me Kurban Bayrami. Eid al-Adha ose Bayrami i vogël është 2 muaj e 10 ditë pas Bajramit të madh, dhe për disa besimtarë sipas mundësive është rasti i gëzimit të kryerjes së haxhit. Në kuadër të festës Kurban Bayramit, gjatë ditës së kësaj kremtimi në Shtetet Bashkuara, shqiptarët e besimit musliman me banimet më të mëdha në New York, Brooklyn, Staten Island, Queens, Bronx, New Jersey, Riverdale, Garfield, Patterson, Connecticut, Waterbury, Hartford, Sanford, Virginia, Washington, Dallas, Florida, Arizona, këtu në Michigan, Chicago, Pennsylvania, Philadelphia dhe në Kanada, Toronto, në Ottawa e Vancouver, është festuar me madhështi dita e Kurban Bayramit, ose ashtu quajtur Bayrami i vogël. Kështu që në orët e para të mëngjesit, mira besimtarë me familjet e tyre të moshave të ndryshme të veshurishme u mblodhen për të gëzuar në xhamitë shqiptare në qytetet ku jetojnë për të marrë pjesë në ceremoninë e faljes. Ceremonitë festive në kuadër të kësaj feste Komunitetin musliman Amerikë janë një traditë e hershme që daton për më shumë se 1 shekull, një festë kjo e përvitshme eksplikator me besimin dhe gjithë festat e tjera. Falja Kurban Bayramit në disa qendra islame në New York dhe New Jersey ishin mbushur plot me besimtarë. Me faljen e hershme të mëngjesit është kryer 2 herë. Besimtarët ditën e Bayramit pas faljes në xhami shkëmbyen dhe vizita në familjet e tyre, dhe në mjaft prej këtyre qendrave u mbajtën dhe darkën e Bayramit.